Tuaj, si thonë? Është pak ajo ndjenja, për shembull sidomos për mua, se unë jam motra madhe dhe i mbaj mend dyja të vogla. Me Besionën kam ma pak diferencë, me Agnesën shumë ma shumë, kështu që është një farë ndjenje, po nuk është ma sikur ma herët me u mërzit që vajza martohet, sepse për fat mirë jemi ma ofër, jeta shumë ma e letë, plus që kur e shem me dikon që është e lumtur, e ka gjetë njeri unë e duhur, ajo është mante i ndjenjë shumë e mirë, me po që po realizohet. Para mendoni qysh ndjet Agnesa që është mediatizu kaq shumë martesa e saj, që flitet kaq shumë studiove televizive, një njeri cili ka zgjedhur që të mos jetë publik, unë e di që ajo është totalisht e pa interesuar për këtë pjesën e famës, popularitetit, për flitjeve, ajo ka kritikuar ndonjëherë për këto organizimet pompoze, për përmendje në studio televizive, apo është okej? Jo, gjithë shka bot, ajo e din qka e preti ka familjes edhe e ka pasi të kuptushme, sepse normal që ka me u bo ma virale me thonë, kur janë gjitha të artistë kolekt mamit, që ka në arë për respekt, që du mi falenderu prapë shumë, edhe gjithë mësafirt edhe krejt ata që kanë qenë prezent. Hajde Agnesa, po dhëndri se... Edhe dhëndri e ka ditë, po mënej nuk është diçka që e kemi parashiku, me tregu drejtë. Edhe në thjesht ka ndodhë, se ka ndodhë shumë në njërë organike, nështë ta ka ndodhë për krejt, edhe tani ka ndodhë edhe për të, po si ka pengu as pak. Po ka një natë shumë e bukur.